Evi Kokalari, aktivistja shqiptaro-amerikane, vijon të thumboj përmes rrjeteve sociale kreun Demokrat Sali Berisha dhe aleancën e krijuar prej tij Shqipëria Madhështore. Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, ku Berisha kërkon rikthimin e tretë në pushtet, Kokalari shkruan se njerëzit e vegjël që e kanë mendjen për korrupsion apo thjesht duan të shpëtojnë drejtësisë, nuk mund ta bëjnë kurrë Shqipërinë as madhështore dhe as fisnike. Make Albania Great Again do të thotë i kthejmë dinjitetin dhe konfidencën e duhur të gjithë shqiptarëve kudo që janë si një kombi vetëm dhe të arrijnë sërish të ecin me kokën lartë dhe me krenari, shkruan Kokalari. Postimi i plot, që të jemi sinqert, Make Albania Great Again do të thotë kthim në periudhën e fundit të lavdishme për kombin, që i bie shekulli i 15, kur ishim akoma një kombi krishter me identitet fisnik, një komb krenar që ishte gur themeli për dy perandori, atë romake dhe atë bizantine, të cilat së bashku me kishën katolike ndërtuan atë që sot i referohemi si civilizim perëndimor. Asnjë periudhë tjetër mbas 1400-1500-s nuk ka qenë grejt për shqiptarët. Mes regjimit shtypës dhe shkatrimtar otoman, komunizmit dhe regjimit super të korruptuar post-komunist, ky popull ka vuajtur dhe ka humbur dinjitetin e tij. Make Albania Great Again do të thotë i kthejmë dinjitetin dhe konfidencën e duhur të gjithë shqiptarëve kudo që janë, si një kombi vetëm, dhe të arrijmë sërish të ecin me kokën lartë dhe me krenari. Njerëzit e vegjël që e kanë mendjen për korrupsion apo thjesht duan të shpëtojnë drejtësisë, nuk mund ta bëjnë kurrë Shqipërinë as madhështore dhe as fisnike. Ata thjesht zgjasin agoninë dhe pengojnë kthimin në identitet.